Kultivimi i drogës në qarkun e Lezhës ka pësuar rënje përgjatë vitit 2025, me mbi 1600 bimë narkotike më pak se në vitin 2024. Të dhënat u bën publike gjatë takimit të task forcës vendore antikanabis të drejtuar nga institucioni i prefektit. Por pavarësisht rezultateve të arritura, prefekti i qarkut Lezhë, Taulant Malshi, kërkoi angazhim maksimal dhe bashkëpunim mes institucioneve për frenimin e këtij fenomeni. 2602 bimë narkotike më pak se në vitin 2024. Këto rezultate të arritura janë një dëshmi e qartë se është vepruar me përkushtim nga ana e strukturave të policisë shtetit, ka pasur një bashkëveprim dhe një koordinim të punës së tyre me të gjitha strukturat dhe ka pasur rezultate reale dhe konkrete në drejtim të frenimit dhe paranalimit të këtij fenomeni që në farë mënyrë rëndëson rënd sigurinë dhe rendimin publik. Por të gjithë jemi të vetëdijshëm se kjo sfidë vijon tjetër e pranishme dhe problematika është akoma permanente. Prandaj për të pasur rezultate edhe më të thella, nevojitet akoma vigjilencë e plotë nga gjitha strukturat, një analizë periodike dhe rrjedhimisht pastaj edhe një reagim i shpejtë, i koordinuar me gjitha strukturat që rezultatet të vinë përmirësim. Dhe gjykojmë se prioritetet kryesore të punës se secilit institucion duhet jenë kryerja kontrolleve periodike nga gjitha institucionet legjizlatësuese sipas përgjegjësisë dhe sipas kompetencave ligjore që ato kanë në fushën e veprimtarisë së tyre. Në mënyrë që të kemi një identifikim që në fazat e hershme të kultivimit të kanabisit. Keti bashkëpunim më të mirë edhe me strukturat e policisë shtetit, që rezultatet të vinë akoma në përmirësim dhe në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë konstatuar 39 raste të kultivimit të drogës, ku janë zbuluar 19 prej tyre dhe janë azgjësuar rreth 10.000 bimë narkotike. Gjithashtu janë arrestuar në total 31 persona, 6 prej të cilëve punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe kryetar fshatrash.